Po, atëherë si që të cekë orta dhe te, jemi në fshatin Sazli, 5 km larg qendrës së Ferizajt, ku është konfirmuar pra edhe rasti i parë i sëmundjes lija e deleve dhe dhive. Pra rasti i parë është konfirmuar pikërisht në firmën e cila gjendet këto mbrapa meje, tek ato pemt, ku tashmë kanë rezultuar disa dele pozitive me këtë sëmundje ngjitse. Mostrat janë testuar fillimisht nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe menjëherë pas analizave të kryera në laborator dhe verifikimeve në teren, tashmë kafshët janë në karantinë të plotë, duke mos u lejuar hyrja apo dalja e kafshëve në rrugët e këtij fshati, i cili është një nga fshatrat më të mëdhenj të komunës së Ferizajt. Po ashtu vlen të theksojmë se autoritetet kanë reaguar menjëherë duke marrë masat për të parandaluar përhapjen e mëtejme në zonë dhe më gjerë. Pra si pjesë e masave është ndaluar edhe tregtimi i deleve dhe dhive nga firmat. Unë gjatë ditës së djeshme menjëherë pas rastit të parë kam tentuar të kontaktoj me disa fermerë këtu në fshatin Sazli, për të cilët për shkak të situatës nuk kanë pranuar të prononcohen para mediave, por që kanë treguar se ky rast i parë do të ul edhe punën e tyre, do t'ju ndikoj edhe në pjesën ekonomike, pasi që fermerët mbahen vetëm nga kjo punë, pasi që tashmë është ndaluar tregtimi i kafshëve në tregje. Ndërkohë që sipas AU-vit, fermerët janë të obliguar të njoftojnë menjëherë veterinarët për çdo shenjë të sëmundjeve të kafshët e tyre dhe të zbatojnë masa të rrepta të biosigurisë. Po ashtu përveç Ferizajt, edhe komunat e tjera duhet të caktojnë vende të posaçme për groposjen e kafshëve të ngordhura. Ndërkohë jo vetëm në Sazli, tashmë edhe në fshatra të tjerë të komunës së Ferizajt, si në Greme, Komgllav e Gërlicë, që janë po ashtu edhe fshatra që kanë shumë pra dele dhe janë duke marrë masat për të rritur nivelin e sigurisë. Mund të theksojmë se edhe Gjilani tashmë është një nga zonat më të rrezikuara për shkak se tregtimi i deleve dhe dhive bëhet më së shumti në mes të Ferizajt dhe Gjilanit, të cilat janë dy qytete fqinje të Kosovës. Vlen të theksojmë se institucionet përfshirë edhe Policinë e Kosovës dhe organet komunale, siç e theksova, po monitorojnë zbatimin